për Allahun Gjalla Gjalaluhu, krijuesin, furnizuesin dhe udhëzuesin ton. Po mos kishte qenë mëshira Allahu Teala, s'kishim me qenë të udhëzuar. Salatet dhe selamet, duat tona janë për dashurin ton dhe dashurin Allahu Teala, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, gratë, evlat dhe të afërmit e tij, si dhe mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët pasuan sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Të nderuar vëllezër, secili musliman për synim e ka takimin me Zotin e vet, me Allahun Azza wa Jall. Nuk ka mundësi dikush ta quajë veten musliman e mos synojë me pas Zotin e vet, për cilin e fali namazin, për cilin e agjeroj muajin e bekum të Ramazanit, për cilin e bëri haxhin, për cilin shpenzoi pasuri të vet, çdo gjë që bëri për hir të Zotit vet. Andaj edhe synimi ynë i madh është që me taku Allahun Teala në ditë Kiametit. Allah na lehtësoft dhe na mundsoft një gjë të tillë. Po për me pa Allahun Teala gjithsesi duhet me qenë prej banorëve të xhennetit. Se vetëm banorët e xhennetit do të shiqojnë në Zotin e tyre. Nëse nuk hym në xhennet, nuk ka mundësi me pa Allahun Teala. Kënaqësinë e shiqimit në krijuesin e tyre e kanë vetëm banorët e xhennetit. Dhe sa për xhenemlit, jashtë zjarrit, jashtë shpërsisë dhe dënimit, nuk ka asgjë për ta. Ata i shijun mirësitë e Allahut, por nuk e falenderojnë atë. Ata i dëgjojnë fjalët e Allahut, por nuk i pasojnë ato. Dëgjojnë urdhëresat dhe ndalesat, por nuk i dëgjojnë ato, dhe meritojnë xhenemin dhe u dënuan me xhenem. Dhe për ta nuk ka kënaqësi. Çka ka pas kënaqësinë këtë botë me këtë e ka kry, ndërsa e përhershmja, dhe këto shumë më rëndësi me potencu. Bota e mshueshme, bota e ardhshme, është e përhershme, nuk ka përfundim. Paramendo Allah i na ruajt, ne, ju dhe gjithë muslimanët, me të fut në xhenem, në zjarr, edhe me të thonë mo kur s'ki me dalë për aty. Kur? Veç njërin e të menoje një herë këtë lavë. Kur s'ki me dalë për aty. Nëse se beson Zotin, kur s'ka dalje për ty. A ka trishtim më të madh se me të mshel dikush me një furr, edhe me të thonë mos s'ki me dalë kur për që tuajt. Edhe furr, e cila është një e 70 pjesë e xhenemit. Furr. Kur gjë nuk është ky zjarr, krahasu me zjarrin e xhenemit. Dhe me pru situatën që me hynë në xhenem, që zjarri i dynjas lut Allahun, o Zot, mos më dëno me zjarrin e xhenemit. Si njeri u bëhet kaq neglizhent, kaq i urdhrave të Zotit ti. Ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allahu Teala pyet në Kur'an, o insan, o njeri, çka të shtyni ty që të del kash i Zotit tënd, i cili të krijoi dhe të formsoi në formën më të mirë. Khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kam kriju njërin në formën më të mirë. Me durët e vetë Allahu Teala të ka formsu ty, që shka në hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe çka është qibri, mendëmasijat e ti, dielli, hana, yjet, qijet, tokat, kodrat, detrat, fushat, malet, po i nështrohen madhnisë e ti kush je njeri. Përkundër asaj që të lasdroj Allahu Teala dhe të veçoj prej krijesave tjera, kush je ti, me thonë, une nuk qohëm sot sabah me falë për Zotin tëm. Unë nuk fali drejk, unë nuk mbulohem, unë nuk e laj alkoholin për Zotin. Kush o Zoti jam? Allah e ta ka ndalu, a një qka? Unë e kam hardë një herën këtë dynja, du më rnu, mu knaq, me tu jetën teme, një herë ke manë këtë dynja. Thuj se synimi njërit është këtë dynjaja.
Ademi a.s. ishte në xhennet i vendosur. Dënimin e pat, syrgjynosjen e pat me anë këtë botë. Dënimi Ademit a.s. për gabimin e bëm, Allah e qitin këtë botë. Për me tregu rishtas vetën se e meriton xhennetin. Dhe kjo ishte e përkohshme për një periudhë kohore, ai dhe pasardhësit e tij, që jemi ne. Dhe ne duhet të tregu para Allahu Teala se jemi të denjë dhe meritor me meritu xhennetin. Mirë po, si ta fitoj xhennetin, vëllazë? Qysh me fitu xhennetin? Qysh me hy në botën e përhershme? A ka formulë? Qysh hihet në xhennet? A ka shumë thjesht janë meselet. Mas pari, kusht i parë është me besu Allahu Teala. Keme e besu Zotin që është i vetëm, pa fillim dhe pa mbarim. Me besu Allahun Teala me tër emrat e tij dhe cilësitë e tij. Me ditë se Zoti yt s'ka lind dhe s'lind kërkush prej tij, walejse kamithlihi shay, dhe nuk i përngjason Allahut asgjë për krijesave të tija. Qoftë në formë, qoftë në veti dhe cilësi. Krijesat e tija kanë fillim dhe kanë mbarim. Zoti im s'do të më qenë sikur krijesat e veta me pas fillim edhe me pas mbarim. Se cytjet e shejtanit janë që na shtyn me mendu kush ka bë ty, baba me nonën. Kush e ka bë ato, e ka bë gjyshi me gjyshen. Kush i ka bë ata, stërgjyshe dhe stërgjyshe. E ata ne e çojmë na çështë ne, të nalt. Dhe i brim deri te Ademi alayhis. Kush e bën Ademin alayhis salam? Allahu Teala. Hava u kriju për Ademit alayhis salam. Shejtani ka thënë Muhammed alayhis salam vjen edhe ju cyt edhe të shtin. Edhe secili i ka ndodhur kjo punë edhe të thot, po Zoti kush e bani? Është normale. Normale që i ka ndodhur secilit prej neve një pyetje jo normale për shejtanit. Se don me na e barazu Zotin me krijesat e vet. Dhe sa Allah për vetën e vet ka thënë lem yakun lahu kufuwan ahad. Kur vallahi që e knajm. Kur gjës përngjason me Zotin. Asnjë sen nuk përngjason me Allahu Teala. Dhe nëse ty ta merr mendja se Zoti ju do të më qenë si krijesat e veta, që ka lind, edhe do të më dek, e ka fillimin, ka mbarimin, atëherë këtu është gabimi më i madh që e bën njëri në besimin e tij. Kur thu Zot, ai s'do të më përngjasu me kërkont. Ai veç kur ta mendon një herë gjitha diell gjigante ka kriju dikush, ka një fillim. Me cilën krijes me përngjasu Allahu Teala? Me diellin, me hanën, me yllin, me qilin, me detin, me kodran, me ko me përngjasu? Këtë janë këto krijesat Allahu Teala. Kuj do të mi përngjasu Allahu Teala? Njerëjot, hajvanit, qilit, kuj mi përngjasu? Këta janë këto krijesat të Zotit prej hiqit të krijuar. Dhe ai nuk është materie. Allahu Teala nuk është materie. Dhe nuk i nënshtrohet ligjeve të metafizikës që i nënshtrohen materiet. Nuk zë vend hapësirë. Dhe koha u kriju kur vendosi Allahu me kriju krijesat e vetë. Zoti ishte në vendin pa vend dhe në kohën e pa kohë, kur s'kishte kohë, koha kur filloi vllazën, kur filloi krijimi. Allahu kur vendosi me kriju e filloi edhe kohën. Ulshu ora. Që tash fillon një periudhë kohore, një ekzistencë do ta krijoj për një periudhë caktuar kohore, pastaj e fshin Allahu Teala, sikur që ka në hadith të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu me djathën e vet, kur të bëhet kiameti, me djathën e vet i merr edhe i palon 7 kat qiej. 7 kat me djathën e vet. Para më në çfarë madhësi qiellore me të fol. Andaj kusht për me hyrë në xhenet e ki mas pare me besu krijuesin tënd, Allahun subhanahu wa taala. Me besu ashtu siç ai ka kërku prej teje me besu. Pa i bë shirk atij. Inna shirka la dhulmun adhim. Shirku është zullum i madh, tha Allahu taala. Duke i citu fjalët e Lukmanit alayhis salam që ja fliste djalit vet. Shirku është zullum i madh ndaj Allahut, me menu se dikush krahasohet me Zotin, qoftë në formë, qoftë në veti, qoftë në cilësi, edhe me menu se që kjo tyrbe ka mundësi me mnimu mu. E kini pa tyrben të ambulant të afer stacionit autobusave. Pos më kanë barnatore e majnë pastër atine.
Se fabrike kanë bon tëne. Qitë pare, merë pare, qitë pare. Ata u knaqen pastro, ly, laj, pastro, ly, laj. Këta qitë pare atine. Kuj pja qetë? Kuj pja qetë? Qëka e to menu? Qëky ka me të një mu? Qëky dekni ka me të një mu? Mi pas një mu, dikuj kishte me një mu Muhammed a.s. vajzës vetë. Po i tha Rasulullah s.a.s. i Fatime, fal namaz, kry obligimet ka shi Allahot, se vallahi baba jëtë kur gjë sun të një mënë ty në ditë kiametit para Zotit tëndë. Kur gjë. A mu paskone këshin leon sahabët e kena pas jaron Rasulullahin, shkajb në atë tyrbja e ti. Ja Rasulallah, fmi bes kemi. Të kena da shumë. Edhe risk, jena lodh. Edhe luftat s'pëdem me luftu. Në një më. E kanë bo kështu? Për kjo është shirkë. Nëse shok të pejgamberit a.s. si janë lut vorit Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Po kush hamamin jamun edhe ti me shku të vorras të njerëzve që si dim kush aty. Si kun këtë komunizmi që ne i bëshin do vorreza të komunistave vari i luftarit të panjohër. Se dishe kush atyne. Edhe këtu në tyrbja e njerit të panjohër. Me rëndësi është, i njohër është aj që për e merë parën. Edhe aj që për e qetë parën. Andaj për me fitu gjennetin, keme besu Allahun. Mirë po besimin Zotin nuk shkon veç, amen të billahi e besova Zotin, ati kofshim fal, me lujt vendin edhe me që kaq me lan. Se e kom zemrën e mirë hoxhune, për kërkon s'me nej keq. Unë s'kom nevoj me fal namaz, unë s'kom nevoj me vu shami. Kujna s'ja me nejt keqen, për kush për të vetë për hak të robit, ne jemi të vetë për hak të Zotit. Allah i prej teje për lypi badet, me tëne me kontaktu namaz, që ka lidhje zemra jote me robin. Zemra jote me Zotin që shë, Zotin a pengon. E kjo punë nësi kur aj punëtori që i thot shefit vetë, ty ben me nofsha keq për ty, për punëtorët e tu, i du bre kret, ani këto femna të ala ma shumë, kret i du këta. Ama ty s'ta korelli, për ty fërtë smërzitna. Që të bë shefit ty vlasën? Që qështëne, kjo laf, e kom zemrën e mire që qështëne. Une me këta jam mirë, e për me Zotin, së është problem që i kon put lidhjet une me naltë. Me këta une jam mirë, kjo rënësan, kjo rënë vetën. Pësë në rënë Allahun Teala, se para Allahut ka me dhanë përgjithsi. Kush tjetër për me fitu gjennetin është, që ta që pa e thamë, mju bind të këti Zotit. Jo veç me mbetin në fjalë, po kimi u bind, edhe Allahut edhe dërgumit ti. Allahut ka që mësus, qysh me e adhuru atë. Ka që liber, Kur'anin, ka që pejgamber, Muhammedin a.s. Dhe ti duesh mi u bind fjalëve që janë në liber të ti, dhe mësimeve që janë të mësume prej dërguarit ti, Muhammedit a.s. Obligime ke, për me fitu gjennetin. Ska Allah, unë e ty të pranoj o Zot që e Zoti jam, unë e ty të pranoj. Ama Allah, më mshel, me hin shami, ja, ani me dhonë zeqat, me zi përfitoj, kuj zeqat, për thët, me dhonë. Ani me luftu, aj Zot, lëruna. Në vend të iki, mërë një njist edhe një herë lufta me shka, unë a kini një lafët, i pari ko me iki, Shqipni, për te Shqipnina, me iki. Sri unë me luftu. Kur gjës bëjmë njeve për hirë të Zotit ta, e ti nëse si bindesh Zotit tëndë, me qëfar ftyre do në me pa Zotit? Ti nëse nuk do më arnë mysafiri ti, mu kanë shpit ti, në gjamit ti, me fal namaz, me qëfar ftyre ki me lyp gjennetin e ti në ditë kiametit, me qëfar ftyre vlazë? Që thu Zotit, o Zot, ama në gjennet një vend, se gjumon jem kanë gjamit tëndë, në shpit tëndë, njëher një avë marë, si krishtert jem kanë une. Ata dilëbeve që në kom dru vendin, në kom bot gjumon. E ma jem konë muslimani mirë, edhe du vend mirë, atjepa. Allah mëse ma shtro vetën, nëse menon se veç me një gjumon fitohet gjenniti. Kjo mashtrimi më i madh që mush mja bo vetës. Me menu se 6 ditë të javës, mush me bo qëka të dush, e ditën e gjumon këtë drejkës me shku në gjami, edhe kam kryq për një javë tjetër e ke siguru ti, që ta shena tamam jena. E falem gjumon, pak e zgati hoxha për nese, tash një javë dit, na rrim që qështën. Kam kryq. Që qështu vlazën sfitohet gjenneti, subhanallah.
E pejgambert Allahit që shtu se kanë fitu, pejgamber janë konë, të zgjedhët Allahit, po dasht mi ojnë kamët Muhammedit alayhi salatu wassalam të falë namaz, jo vetëm farz, po dhe plus nafile, të natë. Dhe Aisha radiallahu anha për thot, ja Rasulallah, ti e kitë fitu më gjennetin, pëse që ka që gatë përrin namaz me falë. E për thot Muhammed a.s. Efala akunu abden shakura, atë mos jem rëb falenderus, ndaj dhuntive që mi ka dhënë Allah. A mos falenderoj Zotina, që Zotim ka bo mu, me përqu mesazhin tek njerëzit, për kjo asë është nimet. Po ne vllazën a mos falenderojmë Zotin që mesin e 7 miliard njerëzve gati, të ka bo me njoft e emrin e tij. Edhe ne kem mund me qenë pra tyne të cilët adhurojnë lopën, budën, apo me qenë se kur këta ateistat tonë që dalin në televizion apo gazetarët ateista edhe me thonë nuk ka Zot. Jo, se besojnë në Zotin. Ha, ke mund me qenë i tillë, ke mund me qenë. E falenderoj Allahun që Zoti s'ka bo qasi, që është mazi se hajvani. Bel hum adall, Allah i ka qujt, ka thonë ata janë mazi se hajvanati. Asa hajvani si janë, se hajvanati e njohin Zotin e tyne. Me mohu Allahun, ky krahasim është i Zotit, nuk është i imi. Allah ka qujt këta janë pozit më të keqe se sa hajvanati. Prandaj kemi ju bindë Allahu Teala, se thotë Allahu Teala, kush i bindet Allahut dhe dërgumit ti, ai atë e çon në xhennet ku rrjedhin lumej. Jo në xhennet, po në xhennete. Xhennetin tajri min tahtiha al-anhar. Xhennete në të cilat rrjedhin lumej. Subhanallahu, dimension tjetër po del. Po botë kiameti, po shkatërrohet çdo sen dhe Allah po të çon në një botë ku s'ka gjumë, ku s'ka lodhje, ku s'ka namaz, ku s'ka xherim, ku s'ka pleqni, ku s'ka vdekje, ku s'ka smuje, ku s'ka borxh dhe gajle, po të qëmë një botë, kretë një dimenzion tjetër po të qëtë. Gjdo sent e ki fraj, pa pare, gjdo sent e ki shpërblim, se e ke meritu në dënja robë jam, veç aje aj që ke me fitu gjennetin. Prandaj Allah i pëthët, nëse i binden, mbinden mu, i binden dërgumit tim, unë kom i dhënë gjenetin, surët el Feth, ajeti 17, për po vazhdon ajeti pëthët, e kush e kundështon atë, e ndëshkon me një dënim të dhimbshëm. Po gabove, e kundështove një urdhën të Allahut, gabove jashajt e librin, edhe i tha, ky libër nuk është legal dhe nuk është i përshtatshëm sot për kohën moderne me qenë ligjvënës. Gabove jashave pejgamberin a.s. Gabove jashave në urdhres të Allahut. Çka të bën Allah? Çka të bën Allah? E policin me shatin në rrugë, o majmun, hundën e madhe që ki, ty kapuqin ta bëjë ta kthej, çka të bën ai? Një polic. Unë smërzita për ligjet e tua, 35 koka, ty s'po bëj ka me bot, ta bëj edhe don, çka të bën? Jo veç dënimi që ta shkruan, po të lidh këtu në për mos bindje ndaj personit zyrtar që e ruan rendin, ligjin dhe rendin. Ec më renda. Çtim renda. A çtim? E çka provu? E me Allahin ti dhe këshire me shiren Allah Taala në këtë dynja, ala po të le me hangër me pi, ala po le këta me hangër me pi që shajnë Zotin. Dhe po ju le afat se mos ndoshta po pendohen e do të kthehen te Zoti tyne. Pastaj ne do të me pas qëndrueshmërinë fejt Zotit. S'ka e besova Allahun për një Ramazan. Në Ramazan kretë musliman të mirë. Agjerojnë, falin namaze, vinë për teravi, deri në ora 2 natës rrinë, bashkë kur duhet me falë sabahin, ja trusin gjumë, shkën që atëhere blinë pitaj ka se u bo vonë. Musliman, si pas qefeve të vetë. Kur të bëhet Bajrami? Jalla, bismillah, ku e la me kuna mbeti. Vaj vatani, vaj mileti, nga në për botët tjetër të haramit. Nashta për Ramazan e le Facebookin, se thët musliman, që më tha njani një djen një shok, të buhajgare, tha, nasa e kish zbulu që edhe jashta Facebookit kish jetë. Se do kujtoj se veç në Facebook është jetë, veç që atyre, vër. Zdalin as një faqe me këshur një lajmë djatën të shmajt, as koha që shak, a bera shia jo.
Del, bu, për jasha kur bu, shiu, kumër e shi, s'ka zë kërkush Facebook, s'ka hin me këshyrë. Se kujtoj këtë lajë me që të janë, që ka të ndodhë, do të mi kalzu dikush atyne. Pandaj duhet el-istiqama, vazhdoshmëri dhe qëndroshmëri, jo vetëm për një muj, jo veç për një dit, jo veç për një vit. Do i shebon musliman, vind gjami sa në mëse pop, hupin që tjene, shkrihen, treten, edhe shkaj. Deri në fund, innamal a'malu bil khawatim, ka thë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veprat vlerësohen te Allahu me përfundimet e tyre. Allah e të këshirë që shë përfundove ti këtë jetë. Pa dhe thë Allahu Teala, pa dyshim se për ata që thënë Zotë ynë është Allah, Rabbun Allah, dhe pastaj që ndojnë të vendosur në këtë besim të pastër islam, për këta s'do të ketë as pak frikë dhe as nuk do të piklohen, të këtilët janë banorë gjennetit për gjithmonë si shpërblim për atë që kanë punu. Surat Ahqaf, ajeti 12 edhe ajeti 13. Me krenari e thot Zotë kom Allahin. Muslimani kur të hynë me një mejlis, në klasë, në punë, në dyqanë, selamu alejkum burra. Mësi të hynë, selamu alejkum, edhe me këshyrë djatë shmajt, helbete që shpëragojnë këta, t'ja pëmërzit e shpëragojnë njerës ta. Një musliman e pash me një vend, në të nënë shkije shqip fërës në kofshë të jepi ati, selamu alejkum Allah. Se jem krenar me fejnë teme. Ti zbën mu ka një tërpëshëm fejnë tënde, mu marru me fejnë tënde, se synim e ki Zotit tëndë. Ti ki mu taku me Allahun, dhe ditë kiametit është dita e gjykimit, mes te edhe atyne. Në klasë, selamu alejkum, në shkollë, në punë, në rrugë, në dyqan, në mejlis, kudo që të hyj me selamu alejkum, përshëndetje musliman vësh kjo. Apo marruan për shembull që na kanë bërë neve përshëndetje në telefon, alo, këtë dynjoja. Arapi s'ka, o, alo, e bon, edhe e kam su, o, do të me thonë telefon. Edhe pse s'ka, o, alo, prej përshëndetjes huj, hello, tonk. Ose këta të Evropës donë që përna këthejnë, qys. A ka diçka marrë për ato? Jo, ta jenë mësu që është të në. Në Kroaci e mojnë mentë e kanë pas bog, përshëndetjen e kanë pas, mbeqen për në bikqyren e Zotit. Bog. Dhe sa ti, e ti musliman la, heq mësu tut. Hemi ziu, hemi bardhi, hemi kuqi, hemi verdhi e kanë një përshëndetje në mesin e tyne, ajo është Esselamu alejkum. Paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi ty, vëlla. A o keq me të thonë selama. Jahudit i thënë shalom. Selam. Se e vlazën me arab. S'ka të keqe në përshëndetjen dhe lutin që e të abo vlajt tonë. Pra, atëherë pse turpnohësht ti me dinin tonë. Prandaj, Zotë ytë është Allahu dhe përqëndrohën fejnë e ti, kryja urnët Allahu Teala, keme pa inshallah se Allahu ka me t'i qelë rrugë. Po nëherë Zotit s'provon. Dhe për me fitu gjennetin, du të me qenë durimtar në sprovat e Allahut. Ka mundësi me të sprovu në smuje, ka mundësi me të sprovu në risk, ka mundësi me të sprovu me burg, ka mundësi me të sprovu me urrejtjet afërmive tu ndaj teje për shkak dinit tënd. Dhe Allahu na i ka dhënë shembujt në Kur'an se para neve i ka sprovu Allahu Teala pejgambert. Tha Allahu Teala, po ju menduat se keni me hyrë në xhennet pa u sprovu. Allah i po pyet, Surat Bakara ajeti 214. A menduat, thot Allahu Teala, që kom ju shtin në xhennet pa ju sprovua? A pa ju shtin provim, po kujtoni se kom ju dhon lejen e kerrit juva. Sikur që mësu dhe një njerëz me rishvet. Jep rishvet, merr lejet kerrit. Jep rishvet, merr diplom. Jep rishvet, te ne për shembull rektori i universitetit ish rektori i universitetit të ne, doktoraturën ja pat në shkru vetit. Para me në rektori i universitetit pat doktoraturë. Tu kënd rektor o bo doktor, masane i ka shkru vetit në shkrim, bravo, ja jap vetit që o bo doktor. Absurditete këto të mdhaja, subhanallah. Këtë ndodh veç të ne. Dikush do të mja verifikua diplom, ky vetit ja verifikon, që unë e qez vetit në shkrim. Allah Teala po të pyet, po të thot,
A mendut se keni me hyrë në xhennet pa ju sprovu, ju me shembullin atyne që ishin para juve, të cilët i patën goditur skamit dhe vujtit ka qenë dhe qenë tronditur, sa që i dërgumi thoshte dhe ata që ishin me të, që kishin besu, thënin meta nasrullah, kur do t'jetë ndihma Allahut? Thot Allahu Teala, ala inna nasrallahi qarib, vërtet ndihma Allahut është shumë afër. Ndihma Allahut është shumë afër. Dhe Allah i po thot, ka pas para juve që i kom sprovu. Ejubin a.s. pejgamber të vetin me vite të tëra e ka sprovu, masi i ka dhënë pasunit madhe e vlat të shumë, e ka sprovu me smujën sa që copat e mishit i kanë ra për tokë. Ja ka marrë këtë fëmijë, një nga një i kanë vdek fëmijë, para syve i kanë vdek. E ky ishte i smunë së më i ke me bo kur gja dhe i shkoj pasuria e ti. Dhe gruaja e ti i bën të hizmet. Derisa një ditë shejtani i dul për para dhe i shtini vezvese dhe i tha, mu paskon burryt njeri i mirë, i lidht me Zotin se kishte sprovu Zoti këtë shumë. Dhe ajo erdh, ma sa viteve ja tha burrit këtë laf. Dhe i tha Ajubi a.s. i tha vallahi, të pas ka cyt shejtani, të pas ka mashtru shejtani me të shku mendja që qështëne. Atëhere ma sa viteve i vinte marë Ajubit a.s. me lutë Allahin që Allahin mi ja këthy shneti. E luti Allahun Taala dhe i tha, o Zoti im, më shëro, më kthe shëndetin që e kom pas. Allahu me njëherë ju përgjigj duas së ti, ja kthej shëndetin, ja kthej pasurin, sa që është thanë prej qilit kanë zbrit ari, copat ari dhe ja kanë mush hamarët e drithit, ja kanë mush me ari, me pasuri, dhe njëherë më tepër i dha fëmin se sa që i kishte pas më heret. E tregoj vetin me durimin e vetë. Je i smut, kujtoj Ajubin a.s. Të kanë shatë familjarët e tu, sikur shembull Jusufit a.s. Kujtoj Jusufin a.s. Vllaznet e vetë kanë qitë në bunar, kanë ardhur një karavan tregtarësh, e kanë gjetë në bunar të thatë, e kanë marrë, e kanë shitë si sklavë, e kanë qenë në Egjipt, prej Palestinës e kanë qenë në Egjipt. E pastaj e ka sprovu Allahu me një femën, ka qenë i bukur shumë. Dhe ne pak më konë frajere do këtë veti hajt, a Jusufi a.s. ka qenë njëri më i bukur i bive të Ademit a.s. Njëri më i bukur për këtë pasardhësve të Ademit a.s. është Jusufi a.s. Sa që kur e kanë pa femnet aristokracisë egjiptase të asaj kohe, prej mahnitjes duke pa bukurinë e tij, fillun me i prej gishtat e tyne me thikat që u kishin servu për mi prej pemt e tyne, ato të habitura me bukurinë e këtij preshin gishtat, se nishin të i prej gishtin, të e shiqu qëfar bukurie. Dhe gruaja zotnis vetja pa të mbyll derën. Qalet hejtelek, i tha që kum ki, ku ki me shku, të na që ka me bo, vëlla prej zori të uqë. Atë ne. E qka tha Jusufi a.s. Kale maad Allah, tha kërkoj strehim të Allahu. Inni e khafu Allaha Rabbel Alamin, unë i friksohëm Allahu zotit të botnave. Nuk e tha Allahun që shumica prej trive tonë kishin me thonë, por tha, unë i friksohëm Allahut. Nuk ra prej e sprovës bukuris që e posedënt. Të ne me të adonë zoti bukurin, mashkull qofta po femën, me një herë, e shef femna i zbulon kamët e saj, me mini që e zbulon gjoksin, këto dhe atë keqe e bën. Mashkulli munot mu kalzu Don Juan me dal për jashtë andjate që mëjtë mu shqit frajer, me qitë fotografinë e vetë që kush jamun e dikushi, dhe sa Jusufi a.s. mu sprovu, pasane pse nuk pranoj me bo zina, u qitë në burg, Allah prej burgit e boni minister të financave të shtetit të Egjiptit, që i kontrolon të tër bereqetin që grumbullohen kohën e thatësisë. U tregun durushëm, Allah i qitin pozitat më të lartë. Muhamedi a.s. u dëbu 13 vite prej akrabave të vetë u maltretu. Migja i vetë, gryja migjës vetë, i qitë zor në për rrugë Resulullahit sallallahu aleyhi wa sallam. Thera i qitë për me hec, e luftun, deshten me myt,
organizun luft të Bedrit, luft të Uhudit e sa luftra tjera. 13 vite i duroj. Me po nuk rëshoj pen din të Allah tala. S'ka gjennet pa të sprovu Allahu tala. Te ne, si ta frikson dikush, si ti flet dikush, si ti kërcnohet dikush, aman, po ruhën veç mos më prekni. Aman, pe heki shamin, aman, qka doni po bëj? Mërë edhe shes raki, mërë edhe pi raki, mërë edhe kreti bëj. Mëse preki thu raki, s'kom punë, s'kom qara, unë e paponun këtë punën. Në asë një sprov, nuk dojmë me të regu vetë se jemi të denjë për me duru për hirtë Allah tarë. E nëse ti zduron, kur gjo për hirtë Zotit, as smuje, as luft, as kërcnim, as skamje, varfri, qësh pëdën me të regu vetin se me të vërtet ti e ke dasht Zotin tëndë? Qësh pëdën? Që në prindi që e do në vladin për një me është në gjendje shpi, tokë, dyqan, mall, kërret meshit me 100.000 euro veç me këthy shëndetin e vladit vetë. Apo sakrifikon, tërën e sakrifikon. Nëse ka nevoj edhe veshkët e veta i jep, veç pështoma një e vladin. Tregon sinceritet se vërtet e dën këtë e vlad. Nësa ti në pretendimin tënë që e dënë Zotin, qka dha për Allah tala? Gjumin së në prish në saba. I gjumin së në prish. I riju ynë për hirtë të Zotit vetë. Mu që me marë abdes edhe mu taku me Zotin e vetë. Të cini ka me e taku në ditë kiametit. Ka me e pa nëse i ka meritu gjennetin. Dhe kam ja vlerësua i veprat e tia. S'ke po kur gjo për Allah. Atëherë gjithë se nuk je meritor me taku Allahun nëse ti nuk e ke të regu vetin të denjë. Takvalëk, takvat hynë në gjennet. Takva, devotshmëria është qka të njën prej Zotë dhe pejgamberit e sa mu mënu me zbatu, qka të njën ndales mu mënu me u largu. Qëre është një urdhën i kuj është hoq i Allahut, ma kalza. Edhe ja të regon Allah i ka thonë kështu, u kry mesela. Allah i pëthot me fal namaz, u kry, unë du me fal namaz, që kjo i devotshmi. Allah i pëthot më bules, po u kry, që kjo është e devotshmja. Te ne, kismet kur të botë Ramazani hoq, po këm janis. Në haqë shko, po njëherë i kom do punë hoq njëherë, mësë më gucë njëherë, thuj se hoqë ato e në gucë këto, ne? Thuj se me zërë është hoqë ato e qu, hoqë njëherë mësë më prek njëherë. I kom do punë, qëfar punë kur të asheja trus darës mësë në salona 10.000 euro. Haxhi ka kushtu 3.000, kjo 10.000 këne, edhe e merë vesh ku pas ka konë problemi i këti. Qëfar problemi pas ka pas, qëfar punë pas ka pas, kjo haramgjia. Qëfar punë pas ka pas me shku në deti, aranjman e pas ka bon Turki me 5 yllë, në i ka hargju 3.000 euro. Me shku me natashat e Rusis, me nejtë në plashëtin. Edhe me thonë, shumë komët e gata ato. Hala, mi do këty tjetër sent, që ka bon nëmin, ka bon vese me shku në haqë, të Zoti vetë mi ju përgjeq ftesës Allahot, ky ka shku mi ju përgjeq ftesës së nefsit të ti. E thotë Allahot Teala, i tilë është gjenneti, të cilin ne do të adhurojmë trashëgim atyne nga robërit tonë, që kanë qenë takva, muttaqin, të cilit kanë qenë të devotshëm, surët Maryam dhe ajeti 63. Gjennetin Allah e përdhet kom jalon, unë e miraz, ku i jarab përdhet takvave kom ja udhon miraz. Devotshmive kom ja udhon gjennetin. Se aj ka abstenu për Allah, aj ka meritu për Allah. Nëse vjen, edhe dikush thot mos prekni që tëne. Edhe është ku. E kalzeke Shek Albani një tregim të qenit edhe luanit. E ka tregu edhe Ibn Qayyim el-Jauzi. Qeni, qofshet dërum, kishku një dit të luani dhe i kishtan, o luan, ti je luan, je mbret, në Roma be që të emni, se këtë për më thoi, o qenë, dhe qysh, në Roma emnin, bon ma një emën pak,
Dhe keni pa tash do humorista që po dalin nëpër televizor, kush po vjen me emrin Tahir, Rami, Ahmet, Tahir emrin ti, koko. Mi thonë butrint shumë modern në emën. Pse do gërmadha në Shqipni që i kanë dreq Helenet a Romakta kush i kanë dreq. Dhe sa me pas emën djalit Resulullah Tahir, që do të ti pasër, la peri i thjot. Po të pengon emni, ja? Po dhe qeni ti ka pengu emni vetë. Ata që janë pa karakter, vlazen, kujtojnë se faji ju ka emni i tyne. E qeni shkoj edhe i tha Leonit, ndro ma be qëtë emën. I tha Leoni, që shme të ndru emnin, që ti e qenë. Po tha, ndroma, po tha, si e besnik ti që me të ndru. Tha, më provojem besnik, hajta që cop mishit për ta japë. Ruje sot, nesër, vjen dhe të këshyri. Si ta ke rujt, ta japë. Dhe ta ndroj emnin, ta japë një emën tjetër. Edhe, qeni perun, po pe këshyr mishin. Edhe po dhët, jo, ko me rujt, se du të me ndru emnin. O pe të pe këshyr. Dikur fillun satën me kalu, po filloj edhe kuj mund tu. Të ero kuria, të ju qulakmia. E këqyr mishin, e me no, këqyr djatë shmaj, këqyr dikur tha, po se kom marë emnin e keqone. Se kom tha emnin e keq. Zdi edhe une që e marë ta këtu me ndru emën. Edhe e hongër, mishin. Kështu janë disa që s'kan karakter. Ata është e pa mundshme me i kthy për smari. Se ata e kanë din interesin lazën. Si t'ja u qetë sahonin, mishin, hajtë provoj ata në a e majnë. Leje femnë për para, leje pasurin për para, përshini prijetarë tonë. U mytër kënë gjyq, ajnë gjyq, kënë gjyq, ajnë gjyq, edhe këtë për thënë jo kur gjë s'kom bo. Jo kur gjë s'kom bo, se e mesile Nasradinit, kush e hongër mishin, e hongër maca, mate macen, mate atone, mate këtone, për me di kush e hongër mishin. Kur kush të nisë për vjetë, a parat për hupin. Allah na u zoft, ja Rabbi. Shejt lëki, me ra dëshmon në rrugë të Allahet, është një për rrugëve me fitu gjennetin. Ai që luftën për me lartësu fjallin Allahu Teala dhe me poshtru fjallin armiqve të Allahu Teala dhe vdes në këtë rrugë, Allahu ata e ngrit në gratë të larta, ai nuk e përjeton natën e vorrit, ai nuk e përjeton jetën e varrit, për to ka jetë të veçantë dhe furnizim të veçantë deri në ditë gjykimit. Ati i mbyllen librat, ati i mbyllet llogaria, ai nuk del me dhon llogari para tjerëve, sa ai ka sakrifikuar më të shtretën shpirtin për hir të Zotit. Nuk ka lehtë me shku në luftë për hir të Allahut. Mu përshëndet me nonën, me babën, me gruan, me evladin. Marrë me të kap evladi për qafet i me shku në luftë. Nuk ka lehtë. Me ilan mrapa. E Allahu Teala, këtë njeri që sakrifikon në këtë forë, Allahu jashtëzakonisht lartë e qënë në dynja. Se barazën me tjertë. Ju që keni nejtë nga të qkurit grave t'juja, nga të prindëve t'juj, nga të evladve t'juj, pasurive t'juja, keni ba ibadet, e keni gjennetin. Por këta që sakrifikun në gjdo send, këta që smujtën mu knaq me evladin, e as evladin mu knaq me ta, Allahu Teala i merë dhe i ngritë në shkallë të gjennetit. Dhe ja u mundësën që 70 veta me marë këta me nxjerr për xhenemit, me bo shefat të Allah dhe me thonë, o Zot, qëta gjuna qanë në zirë dhe bjerë në gjennet, po kom qef me këta më konë gjennet. Këm derë. Allahu Teala këti jam byll librin e llogarisë. Ky sjep më llogari. Nëse ka shku me iman dhe e ka dhënë për hir të Allahut shpirtin e tij, këta më njëherë Allahu e çon në xhennet. Thot Allahu Teala, ata që ranë shahid, surat Muhammed ajeti 4 dhe 6. E ata që ranë shahid në rrugt të Allahit, aty në kurse si nuk u humb veprat, por u ashton, ata do t'ju zoje dhe do t'u përmirësoje gjendjen. Ata e në gjendje shumë më të mirë. Prandaj edhe tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam se
kulminacioni i islamit, shtylla e islamit është namazi, imaduddin, ndërsa kulminacion kokë e islamit është gjihadi në rrugën e Allahut Teala, luftë në rrugën e Allahut Teala. Kur dikush ta shan Zotin, ta shan namazin, ta shan shamin, ta shan dinin, ta shan pejgamberin, atëherë muslimanët organizohen për me mbrojt dinin e tyne, me liderin e tyne, edhe e mbrojnë. Kur jo muslimanët e bëjnë një punë tillë, kur popat dalin dhe qetnikt i kryqejnë, i stërpikin me ujë, dhe janë fotografit, në Bosnë bëjnë kështune, në Kosovë bëjnë kështune, kur kush nuk i akuzon për luftë të shejt. Muslimani më shumë mjekër kiameti bot. Dhe asë një pop se shtin burg, asë një pop se kanë shtin, asë të ne, asë basjen ndërkombëtar. Qëta që i stëpikën, qëta qëtnik, me shku me pra, me prej, me vra. Pse kur kush se mur ata popat me shtin në burg? Qka nëse një hoq kishtë me shku aty ne? E zhirit e ne mediat, bonën, 2 ushtar pas kanë shku me lexu Kur'an, ngarat Kur'anit, ushtarët FZK-s, mediat u trenun, dashtën me bo, kiamet, qësh gudzo me lexu Kur'an. Ushtrita armiqve, popin e kanë me veti. NATO e ka në përkasane, kishat me veti. Kur kuj si pengon, se jenë demokratike, ushtari ka drejt me shprej besimin e vetë. E shteti du të mja mundësua me shprej besimin e vetë. A ti kimi u përzi a lexon Kur'an, a Bibela që ka lexon ushtari ytë. Ti kimi u përzi, komunist. Allah e të njalt me Enver Hoxhën, e me titër, me komunistat qerë. Ty të kamet me galzu, a lexon Kur'an, as lexon. Që me bo me pas shku një hoqë, ashtu në mi beku ushtartë. Se ka pas kësi komunista dhe në kohën e 98-ës, 99-ës në radhët e UÇK-s të një. Kur muslimani për thot, ati komunistit që gjagjit me vetin fotografi, për thot, Allah e në animat vëlla, se në pas ka rëthu, shka, këtu s'ka Allah, këtu s'ka Zot, ty të në pushkës për të kalzal, që kjo Zot këtu ne, Zot i qafën të theft. Me qësi pisa, nuk luftohet në saf, vlazën. Ateisti, me të në saf, nuk ka për muslimani. Nëse duhet dikush plum në bal, që ta mohon Allahin mas pari, që ati nën djatë, pesës këtë lull bal, ty ta luj mas pari. Me ma sha mu Allahin, dinin. Edhe ty me nejt me mu në saf me mua. Me një istikame me mua, me një dham me mua. S'ki shans me nejt ti, shama Zotin. Edhe bashkë për risha unë me ty mes tëne. Me për pa feve, gjdo sen të pritet. Ishini që da sa dalavere për librezat veteranëve të luftës, 50 e kusur mi ushtar në kanë dalë në Kosovë njeve. Si këpurdhat në kanë dalë. Që mi pas 50 e kusur mi ushtar në zot. Bëva ki në randë këshim shku. Mirë po ku me dit, e kanë konsideru luft, edhe me hyp në tavan me fshin, pacovat e shpis, luft jem konën e. Të ne heroj e thëj njëri që ka këthy shpinët të ik, viktime luftës, heroj e kom pasën e temen. Dëshmor t'i ka vetëm Allah Teala në list, e din ku që ka bo për Allah. Andaj është, koha me etiketu sendet me emrin e vetë. Ma shanë dinin, armik më ki edhe nona jeme si t'ka pjell, armik jem unë me ty. Zotin po ma shanë ti mua. Pejgamberi po ma shanë ti mua. Jo në folit njëjtë në gjuhë, po dhe Buxheli ka folit njëjtë në gjuhë me Muhamedit a.s. po jenë konë luft, karshi jenë konë. Po ma shanë edhe shkau Muhamedit a.s. ti me tëne, njëjtin saf, edhe qka të bën aj pisi, qka të bën, kur ti e klën e zanin thot, këta janë shpionat Serbis për me na marë ftyrën që jena musliman. Allah i ka hërë të bëftë ty. Klyshi i Serbis, klyshi qetnikve. Vetë, me ateizmin e vetë, muslimani do me paraqit si tradhtar të huj. Gjyshe kom pasin këtë din, 500 vjetë e zanë kom pas që to. Qa bëdën ti mu më bëmu? Shkau ma ka sha e zoni, ti po ma sha në zonin, edhe unë që ta shko këshna me shkaula.
Ty Zotit në gjalt me shkijet, ja Rabbi, me qata popat në gjalt, në ditë kiametit. Se asë në varrim s'vjen asaj me të kryqu ty. Mirë po, ndro ma emnin, qeni biri qenit. Do me ndru emnin, ndro vetin, cilësin, mësë ndro emnin. Ai që ko shpion, ko të shkaut, ajo shpion edhe sot. Edhe shumica aty në djemve të shpionave që kanë punu në për pozita, në këtë shkijeve i keme tash për momentin në pozitat kalemeve, të lapsave. Vjen edhe ta shanë dinin, ta sulmon shamin, ta sulmon mjekan, ta sulmon ezanin, ta sulmon dinin, s'do mu identifiku neve me islam. Ti ke met me më kalëzu mu me qka identifikohë ma. Ha? I rrumi dreqet. Do më konë si ti une. Hajna. Në Kosovë njës të jenë të lirë me zjetë, qka dojnë me qenë? Kush do me qenë i kreshter është i kreshter, kush do me qenë katolik është katolik, kush do me qenë ortodoks është ortodoks, kush do më konë i pa fe është i pa fe, kush do më konë musliman është musliman, edhe ata janë 96% këtë tokë. Dhe kërkuj s'ka të drejt me sha islamin në këtë tokë. Për arsye se e gjenë dënimin për Allah Ta'ala dhe robëve ti. Largimi për gjunave të mëdhaja qëtet ty në gjennet. Si ta largon alkoholin, zinan, kamatën, prostitucionin, si të largohesh për lanjes namazit, ti inshallah je për i banorëve gjennet. Pendimi, ke bot këqia, qka me bot që tash? Pendo, e kom shafen, pendo, kom shkru kundër fes, kundër pejgamberit alayhis salam, pendo, mos u pendo të hoxha. Ne nuk kemi ndërmjetësus, ne nuk kemi priftrin. Pendohu me Zotin tënd, të Allah Ta'ala kërko falje. Se e ke sha fen e ti. Mus më ke sha, kur ma ke sha mjekra, kur ma ke sha ezanin, kur ma ke sha fen, ma ke sha Zotin tim. Dhe pendohu të aj që e ke sha. Se unë jam të mënu me zbatu një urdhën të Zotit tim. Sikur ti që vëmënohesh me zbatu një urdhën të ati që ta ka mush sahani qenë birqeni, që ashtu pëmënohem edhe unë me zbatu një urdhën të ati që ma ka dhënë shpirtin, ma ka dhënë shëndetin, ma ka dhënë riskun, pëmënohem me respektu Zotin e gjithësisë, Allahun Ta'ala. Unë ty s'pët preki, as ti më si prek motrat tona në shkolla, as ti më si prek namazlit tonë, mos me pas drejt në shkollë, me pas një klas ku kanë me fal namaz, mos me pas drejt i smunti me lut Zotit vet për shërim, me pas një dhomë ku ka me fal namaz në spital, mos me pas drejt polici, ushtari jam me fal namaz, me pas mesxhit në kasarnën e ti, në kazermën e ti, asë është turpa. Sigurisht se burrat që kanë luftu, s'kanë luftu për me ardhë një herë ateistat në krye. Edhe me u ndalu njerëzve në emën të laicizmit, me pas fen e vetë. Ti s'guxon mi thonë muslimonit ti s'ki drejt me pas shami. Kush ti mi thonë femnës muslimane s'ki drejt me pas shami? Kush je? Femna muslimane ka më usjell në bazë ligjeve të Zotit, jo ligjeve që ti nuk i ki ligje, po i ke vetëm regulativa urdhres administrative. Bjerë një urdhres, që tash që në para zjadheve kur ta largojnë urdhresën. Pe largojnë urdhresën që hajde me fitu nej vot. Edhe opet, bo zgaboni mu mashtru edhe nëse qeni e ndron emnin, qeni o qen. Edhe nëse e ndrojnë gzofin, uki është uk. Uki kimen e ndron, pa adetin se ndron. Nëse të njëjtit njerëz vinë dhe ju kërkojnë votën, mos gaboni me u mashtru, se thot pejgamberi alayhis salam, besimtarin se ka fshan gjartë një 2 herë për të njëjtës gavën. Edhe muslimat e Maqedonisë, edhe Çepnisë, edhe të Kosovës, nëse mashtrohen dhe ju japin votë të njëjtëve, atëherë mos ta ankohen, as mos dalin në për rrugë me bë protesta, e me bërtit e musha, e me hongër dajak për badijava, ne të thëjnë vete bona, vete hongra. E ke bon, e ke hongër. Veti pruna. I kem prunë. Që shtojnë pleqët e ne. Pështuj të nalë, për pështuj musteqet. Pështuj të poshtë, për pështuj mjekrën.
Veti ke prunë nalt. Pështon se ti bjerë burrat e mirë, i bjerë të këqit, ata të fikin. Pështetju Allahut dhe ki frikë Allahut Taala, se vetëm frika prej Allahut të bën që ti mos më i bë punët e këqija. Thot Allahu Taala, kush e friksu paraqitjes para Zotit vet dhe ndaloj vetin prej epsheve, xheneti është vendi i tij. Surat Naziat ajeti 44. Me pas na tut të Allahit falim 5 kot namazit vllazër. Na me pas tut të Allahit nuk i friksohesh ti kur kurrë veç Zotit tënd i friksohesh. Se zemra nuk i dit dy tuta vllazër. Ajo zemër që i tutet Allahit, ajo nuk i tutet armikit Allahit. Ajo zemër që s'ka tut të Allahit sa duhet, ajo një zamoni di ka e babop. O kuku. Si zemra zogit. A zemra besimtarit ka thonë Rasulullah se do të më qenë si zemra e zogut me Zotin e vet. Këtë mos pashkeli në ligjit të Allahut. Mos pejëllnoj Allahun. Ama ti mos fal namaz. Femna mos umbulo. Edhe me thonë, jo valla, unë e kam tut Zotin e mos rraj veten. Se ti si tutesh Zotit. Se më ju pas tut Zotit, kishe me ngu ligjin edhe fjalën e Zotit. Allah na përmirësoft ja Rabbi. Allah na uzoft, Allah na drejtoft. Allah na i largoft zullumçar për kokave tona. Allah na boft ne musliman të mirë, dhe me ne edhe të tjerët. Allah i boft edhe pasardhësit tonë, ja Rabb, njerëz të mirë, musliman të mirë, rob të mirë. Allah na mundsoft shkumjen në xhennet. Allah na mundsoft me pa madhninë e tij. Allah na i falt mëkatet tona. Allahu Taala inshallah ja mundsoft gjithë mëkatarëve që më kthy Zotit të vet. Allah i nimot vllaznit ton siri. Allah i nimot vllaznit ton siri. Allah i shkatrov zullumçart. Allahu Taala i shkatrov dhe i qit ngalet e tyre. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhir da'wana alhamdulillah.